Ekipi i Orikut ka fituar në shifrat e thella 5-0 në takimin e luajtur ditën e diel në mesditë ndaj Këlqyrës, takimi i cili është zhvilluar në fushën sportive të qytetit të Orikumit. Një ndeshje lehtë për Orikun, i cili ka dominuar të gjithë ndeshjen gjatë gjithë 90 minutave. E megjithatë, pjesa e parë ka kaluar pa shënuar gola, teksa ekipi i Orikut ka hasur në mbrojtjen e ngjeshur të kundërshtarit. Megjithatë, në pjesën e dytë gjithçka ka ndryshuar me ekipin e Orikut, që ka shpërthyer në gola duke shënuar plot 5 të tillë dhe duke marrë një fitore me shumë vlera, duke ngjitur tashmë në krye të klasifikimit në grupin B të kategorisë së dytë. Ndeshja është ndjekur dhe në një numër i konsiderueshëm sportdashës, të cilët kanë parë nga afër ndeshjen e parë të sezonit për kategorinë e dytë për ekipin e Orikut, dhe ky i fundit ja ka shpërbyer, duke i dhuruar një fitore me 5 gola, por edhe një ndeshje shumë të bukur. Një takim i cili tregon edhe forcën e Orikut për këtë sezon, i cili ka bërë ndryshime të vogla duke luajtur grupin e sezonit të kaluar dhe duke mbetur sërish pretendent për kategorinë e parë për sezonin e ardhshëm. Pas ndeshjes, trajneri i Orikut, Sherif Idrizi, ka vlerësuar fitoren dhe duke theksuar edhe një herë tjetër objektivat që ka skuadra e tij, që mbetet padyshim ngjitja në kategorinë e parë për sezonin e ardhshëm. Gjithmonë ndeshjet e para janë pak problem për fakt sepse është një ndeshje që ka një emocion veçantë, është fillimi i kampionatit, pjesën e parë nuk arritën të shpreheshin mirë, kështu që bërën 2-3 ndryrje dhe normalisht u ndje ndryshimi i ritmit në ndeshje, arritëm të fitonin. Është një fitore që është në shpinë tonë dhe na duhet për të vazhduar rrugën që neve kemi rreth 2 vjet që e pretendojmë, ashtu dhe vjet ishim shumë afër, nuk e arritëm dot për fakt të mangësisë së golave. Kështu që shpresojmë që këtë vit të jemi sa më afër objektivit që ne kemi si klub. Dhe patjetër që është ngjitja në kategorinë e parë, dhe sepse grupin kemi 2 vjet që e ruajmë, kemi afruar 2-3 lojtarë dhe normalisht pretendojmë që të jemi të parët. Dhe duke qenë në këto kushte duhet fitojmë çdo ndeshje. Oriku ka marrë kështu një fitore me shumë vlera në kategorinë e dytë, duke treguar qartë ambicet që ka për këtë sezon, ndërkohë që tashmë kategoria e dytë do të luhet në 2 grupe. Oriku bën pjesë në grupin B, aty kur balli do të jenë jo fort të lehta, megjithatë pretendimet mbeten serioze.